e shumë mirë që ka bu diçka me një platformë për mësim, se vynë që këtë prompt engineering është e ardhmja. Më thonë, s'ki me pas nevoj tash këtë deklaratat mija publike që kanë me mësjet probleme, s'ka me pas nevoj për universitetet, s'ka me pas nevoj për shkollim, ka me pas nevoj njerës me u aftësu saksisht që me bo prompt engineering, inteligencë artificiale me ditë që me kërku diçka. Nëse din me kërku diçka tër, pas këtë kemi marrë rezultatet specifike keq ka po të vynë. Shpejt, veç nëse informacion është ka lancohet për ChatGPT-s, nuk e dija e pa, se përveç që jam mentor e jena dhe kolegë në hulum tim të inteligencës artificiale, $20,000 në muj ka me kushtu një model që kryn tema doktoraturës për OpenAI. Do më da kryn këtë temën në doktoraturës të veç jep temën, edhe kjo do më thonë ka me kone shtrajt në fillim, po me kalimin e kohës bëhet ma ekonomike, sikur se që shka qenë impulsat e telefonin në fillim kanë qenë do më thonë shumë të shtrajt, tash janë liru, tash dikon do më thonë janë edhe free, për shkak që bëhet ekonomizimi i shfrytëzimit keq të në resurseve, do më thonë ka me pas mënyra më produktive që shpenzohet energji elektrike, se për shembull për me bëni ChatGPT një prompt kur të bën, harxhon 100 herë më shumë rrymë se sa me bëni kërkim në Google. E kjo është hala signifikante dallimi, e për shkak që soi është kanë të rrit produktiviteti. Kjo do të thonë është tim pa fond. Po shkon duke u rrit produktiviteti, por realisht në tjetrën anë, po na bën nive më shumë për tac, për shembull nëse temën e doktoraturës se kemi brenda pak minutave, shumë po them, brenda një kohë tepër të shkurtë, gati, atëherë çka me neve, ku do mbetet ajo pjesa e aftësisë vetkritike për ty për të hulumtu, për ta bënë një punë kaq gjatë që bëjnë sot doktorantët. Po, domethënë duhet me pas parasysh nëse me një punë të specifike, mundet me u zaventu për një qenje jo njerëzore, pse mos me zavencu. Do më thonë që ato që parashikojnë mas 25 vjetë, stani ma me vlerë ka me qenë që na kena me qenë njerëz. Edhe komunikimin ndër njerëzor ka me qenë që do më thonë i kom morë dëshembuj të na për shembull pse që tash ushqimi organik është do më thonë shumë me vlerë, e para 200 vjetë nuk u konë me vlerë se s'ka pas ultra processed food, e për që ato njeriu në të ardhmen, mas 25 vjetë ka me pas apet rolin e tij qëndror që ka pas do më thonë ma herët, edhe veç pse je njeri kime pas format kompenzimit do më thonë monetare, format kompenzimeve të ndryshme veç pse ekziston edhe pse mundesh me bëu do më thonë një komunikim, një mohabet e kështu me radhë. Andaj krejt që ka kena kry punë deri që tash, nëse i kryen inteligjencë artificiale për neve, unë nuk isha brengos, apo nëse ka dikush me të kry punë të tua pse mu tut, kur ti mundesh me vazhdu me jetu jetën, mu kënaqesh edhe me bëu sene të cilat jenë knatësi për ty, roboti nuk ndjen knatësi deri tash. Shefi i punës të mirë se unë po i zavencoj krejt këto me inteligencë artificiale, ju jeni të lirë. Veç më të mendoj edhe kundërta që ju me zavencu shefin e punës, kjo do më thonë është varësisht kush e përdor inteligencën artificiale mas mire dhe mas shumëte, ka me përparu. Do më thonë unë e kom po content creators, cilët e kanë repliku vetën e vetë, edhe i kanë qenë 20 kanale, edhe përmes tyne do më thonë janë të përfitu, kështu që inshallah se të në angu shefi se jem të dhoni ideja që shumë pa varësu për shefit. Shefi, rana e në këtu. Kanë tash po vinë që rolet po vinë duke u të kur, po vinë realisht duke e pas jo vetëm pjesa kreative. Në fakt, jo vetëm pjesa që kryen ta zëm shërbime për klientin, ose kemi parë edhe ndërhyrje në operimet të ndryshme, në fushën e mjekësisë. Pra duhet friksohen edhe mjekët apo jemi të lirë? Tash, për shembull, nëse shon një ardhmë me ku kanë më zaventu me një numër të madh, mendoj që shtetet, autoritetet, qeveritarit duhen me për shembull një ligj që nuk guxon, duhet me qenë patjetër për 10 punëtorëve, 5 punëtorë dhe 5 tjerat mund me qenë inteligjencë artificiale. Për ndryshën, nëse dojmë pra që edhe njerëz me përfitu prej inteligjencës artificiale. Kaon, tregon kush është muza jote, përveç Drilonit? Steve Jobs, kush është idoli jëtë në teknologji? Ullës jam. Do një Steve Jobs, Elon Musk, Mira Murati? Mira Murati, s'din sana. Ndoshta Sam Altman edhe Elon Musk edhe Steve Jobs. E pse Semi? Se dëgjetu më përmen Semi në shpeh? Mendoj që u konë një ndërpor që ka prezentu një model generativ me aq kualitativ. Pastaj këto tjerat japanisht po kanë repliku. Pajto është Drilon, si mentori i Kaunit? Se kështu veç po e konfirmon pak. Do më thonë, unë sa herë dalë me Kaunin, unë vazhdoj më befasu me formën që shprejt, edhe gjithmonë jem dyshim, a është një 30 vjeqarë që vishë ka vesh teshat e 13 vjeqarë. Se do më thonë pjekurin edhe aftësin në të shprejur e ka të jashtëzakonshme.